Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit Allsat M. Jena rikthy përsëri me episodin e radhës Llomba Aleudinit. Si çdo javë që kena mysafir special, edhe këtë herë përsëri jena me një mysafir special. E kësaj here e kena zgjedh një futbollist i cili është kapiten te klubi i futbollit FC Shkupi. Pra, kush tjetër përpos Suelit, kapitenit i cili po kontribon me mishe me shpirt për këtë klub. Suel, mirë se erdhe, le shkoma. Mirë se erdhe, Alaudin. Falënderit shumë për ftesën, jam shumë i lumtur që jam këtu mesin e juve. Knasia jonja, Suel, me të pas në emision. Tu bazu që unë jam kon sportist edhe ta kuptoj botën, me thonë. Se vina të ditë me thonë Pini Lagjës e kam fjallën për sport. Po. Si po shkojmë punë, si janë punë, mirë? Po me thonë mirë. Seme, shumë dhe mirë, po monomi atë sa mujmë. Ani, me rëndësi është me adhon hakin që thojnë na, tani pastaj puna tjetër rregullohet. është bëhet diçme tash që mo javën tjetër, po mëndoj java që vjen, ka derbi. Po të derbi do ndalemi pastaj. Dhe më thonë, derbi do limi Vardarin. Po pak maraton dhe ja bëjmë muhabetin kësaj. Para se me fillu para se me hite kjo teme e derbit, unë i kom pregadit do pyetje ku kena me fillu pak për me rënë mi marrë këto pyetjet, e kom shkruajt një pyetje kështu. Kur e ki kuptu që futbolli s'është thjesht hobi, po rruga jote? Para se me fillu pyetjet, a ba me ta dhënë një dhuratë, Po, patjetër, unë e Drejtën shifsha tim, piparët dhe ato, po Shkupi, thësha, klubit zemrës. ide, ide, faleminderit shumë, vesh Pëlqi, të ta zgati dorën, Allah, kështu, faleminderit shumë. sa problem. Këtë e kena një dres Shkupit, me mbiemrin e Suelit, me numrin që luna e, edhe këtë dres do e varna dikun, nëse nuk na merr njoni, që i kena jashtë studios. E veshi direkt. Këtë, me lonë që shto vetëm do e kthej këto, që mbiemri të shifët, po, Super. jo, nuk o shifka. Do e lamë kështu atëherë, mos ma zimë për të modhe se mbiemri ka e prapa, po, Sa problem. me rëndësi ta kena në kuadër. Okej, a vazhdoj me pyetjen? Edhe një falenderoj shumë për dhuratën. Sa problem. Vazhdoj me pyetjen, a? Pyetja ke kështu, kur e ke kuptu që futbolli s'është thjesht hobi, po rruga jote? Isha 15 vjeç, kur u mora ftesën nga FC Shkupi, nga ekipa parë, kur u futa në stërvitje mes gjithë lojtarëve profesionistë, dhe normal kur e bona kontratën profesionale, thash ku mi mesin e burrave prej sot fillon jeta ime futbollit profesional. Ndeshta ndalem pak ta tregoj një histori të shkurtë si u bë thirrja tek FC Shkupi. Me të thënë drejtën isha me shok duke shkuar në pishin, themi në bazen, isha në autobus, kur pa pritmas në autobus boni telefoni, atëre ishte Legjenco Azendeli, dim gjithë kapitenin e FC Shkupit, më bëri telefon, unë nuk e njifja, selam aleikum, aleikum selam, a jeti selam aleikum, thash po, unë jam. Tha unë jam së Azendeli, prej sot du të shmardh në mbrëmje stërvitje, unë thash mos bani ajgare, shokve se e dishin dëshirën time që të luajnë për FC Shkupin, ishte ndrejime më e madhe, se isha në çdo stërvitje, në çdo ndeshje, ku ishte Shkupi, atje isha une. Edhe thash mos bani ajgare, mbylla telefonin si hajgare. Kur pa pritmas, drejtori sportiv Omer Bunjaku në Messenger ban thirrjen. Ua, u i theva shoku, i thash valla për një me pas ka konë soti, se voj ajgare, mendoja se soj, se si ishte diçka e vërtetë për mua. Më tha Omeri, pse e ke mbyll telefonin, sot ki stërvitje, thash valla Omer se dita menova se po më ngacmojnë shokët, edhe maj men si sot po ta zhripi autobusit, pite një ustari vazenti, tu nga rejnë tu vrapu deri në shtëpi, i mura kopaçkat, edhe direkt në trening. Edhe atë rrugën që e bona prej një star deri në Çajir. E mendoja si do të futem stërvitje, kur të fillojnë ndeshjet, kur të mipet rasti si do bëj gol, tu festu para shpejtësira, ina në film u bona, thash do bëhem legjendë e klubit, ina në film. Edhe ashtu filloi ajo jeta ime ma profesionale prej aty, deshta një falenderim të madh për Suad Zendelin, Omer Bunjakun, trenerin Ardian Nuin, dhe shumë shok që kanë pasur që më kanë ndihmuar, më kanë dhënë krajin, Sedat Berishën, Mukin, Bujën, Ermo, Zuka, Ceni e gjithë të tjera që janë aty, inshallah se kom harru dikan.
Ama është shumë interesant, për shembull, e ka një fëmijë që ndru me lujt edhe vjen një kohë bosh kapiteni e ekipës. Është diçka e papritme se unë për shembull kom pas ëndër, jam me lyt në Real, në Barcelonë. Ëndra ime ka qenë me lyt te FC Shkupi. Unë kur ina me lyt te FC Shkupi mendova se u kri për mu futbolli. Po, Thash, e bon ëndër realitet para shpërcerave, të jap gol, të festoj, e din është diçka të më thon tash, ndoshta edhe s'ja din vlerën shumë, ama kohën atëre ishte shumë rënd me i mushtru me lyt ndeshje, ishte diçka shumë e madhe. s'muna me përshkruajtën. Sa vjet je te Shkupi? Te Shkupi jam pin fëmijë, pin 7 vjet deri tash. Ke pas do transfere në altë poshtë? Po, ma atje kom fillu, kom pas disa Foli transfere. te Shkupi sa sezona i ke lyt profesional? Pin 2017, 2017, 18, 19, 20, afër 6-7, mund të them, a 5-6 atje dikon. S'jam i sigurt bash. Okej, titullin kapiten kur e ke marrë këtë sezon? Po, këtë sezon. Këtë sezon e mura titullin kapiten. Shumë mirë. Cila ka qenë pyetja kryesore në karrierën tonë, një moment që ta ka ndryshuar krejt mentalitetin, me thonë? Me thonë drejt, loja kundra Rangers-it në Europa League me FC Shkupin. Kur lozëm atje parë se futbolli është shumë më ndryshe se e menoja unë. Se lytëm me lojtarë të mëdhoj kundra lojtarëve, ishtë lojtarëve të Liverpoolit, Manchester Cityt. Edhe atje kur u futa e parë se shumë duhet punë për të bërë si ato, se edhe atje ndryshova pak aspektin mendor ma fort me menu, me ushtru. Jashtë. Këtë ndryshe për këtujt? Dallimi madh. Shumë Ku është ai dallimi kryesor që u vrejke me sy, për shembull? Në aspekt të lojës, taktikës, stërvitjet? Taktikë, fat fuqishëm, më të mëdhoj, të bukur, të kompletum gjithë, si mungonin asgjë. Ishtë diçka si ëndër. Tamam, kështu, me një fjalë, përshtatshëm për me lujt futboll, a? Futboll nuk nash me pa ato, stafin, mjekët, gjithë full. Po, si mungoj ke kur gjë? Kur gjë hiç, pin ushqim të Okej, tash ti pak a shumë e tregove dashnin tonë te FC Shkupi, po unë e kom bërë një pyetje, domethënë kështu. Te FC Shkupi ke lëviz disa herë, domethënë, që ke pas transferi kthya, pet çka të lidhash shumë me këtë klub? Me të kalltu drejt çka më lidh, shka më na lidh më shumë dashuria ndaj këtij klubit. Dashuria familjes time ndaj këtij klubit, se dhe për ndryshe tham bes pari herë. Jo gjishi, po stërgjishi jem ka lyt për FC Shkupin. Po, a? Stërgjishi. O, ju e paski me Me brez pas brezi. Ajo, po mbas 5 viteve rikthimi jem i parë tek FC Shkupi është kur një natë u mblodha me familjen time, ndëgjoja shokët, lagjës, mediat se FC Shkupi ka nevojë për ndim për lojtar, jo FC Shkupi është në krizë, FC Shkupi është problema të regjistroj lojtarët, me të kallëzu drejtën vet u afrova te FC Shkupi, thash unë e ndjej hak borx për të kthyer tek FC Shkupi, mi ndihmuar klubit. Duke marrë rreziqet, a do të na regjistrojnë, a do të fillojmë, a do të ketë rroga, nuk e mendova djerë, familja më pushteti, tha duhesh shkosh ta ndihmosh klubin, edhe kum lan shumë oferta tjera dhe klube tjera, për këto 16 ditë më ardhi mi ndihmu klubit. Edhe ndjem shumë krenar, s'du të nifem të FC Shkupi se Sueli që ka thirë rekorde, që ka dhënë gole, po du ndjem edhe mas shumë viteve, kur të përmendet ky vit 2025, të jem krenar me veten që erdha mi ndihmu FC Shkupit edhe mi gëzu shpërtërat. E qartë, po duke pas parasysh se klubi nuk është pak me një pozitë të lakmueshme, me thonë, a mendon që kjo mundet me të bëhet dam ty si lojtar? Për shembull, nëse dikush në një ekip tjetër tenton me të marrë në ekipën e vet, a këshirët kjo, domethënë një prej pikave që kur e zgjedh lojtari me pase në cilën ekip ka lujt, a ka në ekipa e dopt, apo që ka pas punë të ekipa, ose dominanca e lojtarit në ekip, a mendon që mundet me të bëhet pak dam transferin të radhës? Normal është pak dam të bën se kur jam mësuar me lyt në për ekipe që del kampion, ama unë mendoj se nuk ban dam se është e dim se FC Shkupi kush është. Është një ekip e madhe. Ma mirë me FC Shkupin ka fundi se sa me dhe një ekip tjetër kampion. Se sa është vlera e dim FC Shkupi sa tituj ka e sa shumë zas. Edhe dhe njerë thojnë kur je lojtar i mirë, dallohesh në fush dhe normal të njohin tjerët edhe mund të ma sa për ekip
sa për që i nga gjendën situate këtu, besoj se nuk do të na vlerësojnë. Këshire, do më thonë, se cila ekip ka pas ranje dhe ngritje. Tash neve na dhem fakti që ekipi jonë i qytetit është më një pozitë pa lakmueshme, duke pas parasysh rrethonat që ju ka bo dami ekipës prej personave caktuar që ndoshta nuk e kanë as pak gajlën të ekipa, po i këshirin biznesin e vet. Kjo nuk do me thonë që dashnia për klubin huqet, ose shukët, ose mbaron. Përkundrazi, unë nuk menoj që tanë kohën kam i pas keq punt ekipi i qytetit. Mendoj që herdo kur do apet mund të marrë dhe kam ardhë në pozitën ku e meriton. Shumë mirë e the, ndoshta unë si futbollist nuk kam kthyer për X personi fjalë presidentin ose kush është. Unë jam kthyer për Futushkupin. Nuk më ka interesuar kush është president apo kush dikë tjetër. Po jam kthyer veç për Futushkupin, për klubin e zemrës, mi ndihmuar këto 6 muaj ditë dhe mi gëzu sadopak shpërtërat se meritojnë një kthimin tim se më kam përkrahur gjithmonë ku kam shkuar, ajo është. Po. Ku e ke pas nxitjen më të madhe, domethënë, familja, trajneri apo vetë dëshira me u dëshmu? Kam fjalën pse çish jem masak me thon, kush të ka motivuar më shumë, familja, trajneri apo vetë dëshira mu tregu që je lojtar i mirë? Me të drejtën vetë dëshira, fillum si hobi, pastaj u kap më shumë serioz, pastaj normal familja nëse nuk del krah. S'mund të arish askund, shokët, trenerët, gjithë ato që kemi jetuar bashkë, kemi lozur bashkë, duke më dhënë për krah atë që të bosh, atë që të shkosh, që jasë të gjishi, jo gjishi, duke më thonë se kemi bo si aj, edhe ashtu erdhë motivi i madh për të vazhduar. A ka ndonjë trener që realisht ta ka ndryshu karrierë, për shembull ka pa diçka të madhe te ti dhe ka thonë ki botë edhe ka punu me ty ose e di në herë është mjafton veç edhe ndaj fjalë me ta thonë të në krija e fjalë ta njëjtën. Me të thënë drejtën, kam 3 trener, sidomos te goli që të rekordi është Ardian Uhiu, tek loja që më futin me Rangers-in e garat evropiane është Zekiria Ramadani. Përshëndeshme Zekiria, se e kena fqinj, koshi. Shumë suksese i uroj dhe tanat mirat. Edhe i treti është Shpotim Duro. Do ndalem tek Shpotim Duro kur me ardhen te FC Struga. Isha shumë pak duke lodhur te FC Struga. Me ardhen e Shpotim Durës, ishte Ramazan, luajtëm një miqësore, edhe më pas se çfarë lojtar jam, edhe më dha rastin për të lozën apo për kampionat, më dha besimin edhe atje pak ndryshoi aspekti lojës, dha shënova gola, dulëm kampion dhe bora transferin. Ta veçoja këtu Shpotim Durën pak që më aktivizoj më shumë në kohën e FC Struga se si isha duke luajtur shumë. Po, a? Ka pas ndonjë arsye? Po jo, se ka trener, dhe një të pëlqen, dhe një nuk të pëlqen, Duro nuk më njohim, pëlqej si shkoja stërvitje, më dha rastin dhe pastaj duke shënuar gole, asiste, dolëm kampion. Bravo. Kjo është strategjia e trajnerëve në herës, për shembull kur shohin të lojtarët diçka që ndoshta shumica e lojtarëve s'pojnë mirë pas. Po, e vërtetë është kjo. Se më ka ndodhur edhe mua kjo. Ndoshta mua më ka bërë edhe pak qëllimisht këtë lloj gjona, po mo dikur kur je top lojtar, me thon, vjen dikur rasti ku edhe çaj trener që nuk të shtin loj, çube herë, se di. E kam një rast shumë konkret, domethënë kam luajtur për kombëtarën mashonisë basketboll edhe nuk më kujtohet saktë me cilin shtet ishmi të luajtë, vetëm se e di që ishmi të hub 20 diferencë. Edhe realisht në qatë vit u pata zgjedh lojtari i vitit, domethënë MVP, u pat më bë kampion me ekipën ku isha aktiv edhe më bë ftesa për me luajt për kombëtarën mashonisë. Edhe realisht isha më i mirë se 70% i ekipës atë që ishin. Po, nuk më jep të rasti. Për x arsyet. Pidim në altë poshtë arsyet, po. Edhe, si shtasht ishmi të up 20 diferencë. Edhe trajneri nervos, lojtarë s'lujnë mirë. Më një fjallë nuk e ngojshin tamam që ishtë duhet trajneri. Se cili e kishtë atë gallën,
jena në kampion evropian, ta tregojmë vetin që të na marrën ai kush. Po, për të shit. Po, Transfer. për mu shit transferme po. Edhe nuk e ngojshin shumë trajnerit. Edhe me një rast erdh kur ati plasi baj filmi që thënë ana, edhe mor një time out. E merr time outin edhe anis bërtet. Thot, deri sot ku menu që lujni ju ma mirë, ku e diçka, po sot e vërtetova se Mustafa mu më thishim me mbjemër, po sot e vërtetova që Mustafa lumë ma mirë se ketë jo, e di, kur mo s'kish ka bon, kur i ven, mo pizorit e shprej, mo, e di edhe më shtini në loj. Realisht i dhash 15 pikë, për atë sa mujtë, edhe 15 pikë në basketball janë shumë kur jep. Edhe dashti zoti e fitu më lojën. Paskar penal. Penal u voja. E fitu më lojën, edhe o prej aty u ndryshu pak sistemin e ekip. Edhe më ka e cmir tani. Po, si do qoftë. Ka kësi rastis. Nuk bën mu dërzu. Vend dita kër vosh kapitan. Suel, cili ka qenë moment dyrt më i vështirë në futboll edhe a ka pas rast që ki dal për ati momentit të vështirë, ose se sprovu hala me kësi lloj gjëra. Edhe një këshill trive për këto që mi që maceke. Pasi dola kampion me Strugën Nika te Skënderbeu, di Skënderbeu klubi i madh, kampionatin shqiptar, shumë tituj në Europa League që ka lujt. Jo emocioni i madh lysh për atë klub. Nuk më shkoi mirë. Nuk kisha hapësirën, nuk kisha minutat që i prisa më dhon, nuk më jepte shansi. Aty pak ngela, me të kallë të drejtën u dorëzova, thash ku ardh me një pikë, thash do ta lë futbollin. Po, ka pas rast për mu dërzua. Po e menoj që kështu thashëm, s'ka puna, e di, ama ishte aty tjera politika kisht. Po ja aty prap merr rasti, prap mori Struga, dua dhe një falënderim presidentit Strugës, drejtor aktive që ma dhan rastin prap, edhe atje ishte kthejsa ku unë bëra, ku motivova, ku thash unë jam e seli, nuk do dorëzohem, dhe jap maksimumin prap mi tregu njerëzve se unë nuk kam harruar me luajtur ball. Po është problemi tek ju, jo te unë. Edhe ati mora hapin ku kthejta tek Veronikeli dhe rikthimin te Shkupi. Interesant. Për ato njerëz van me up shpresat se si dihet. E kur kalova te Struga, Trimlum, çka ke marrë pra asaj periudhe që të ka rritë si lojtar? Tek Struga Trimlum Kurika, Struga Trimlum se di sa e dini është një klub familjar, është janë shumë mikpritësës dhe ta hapin atë mundësinë për mu tregu. Kurika më të Shkupa nuk kishmi ambicie kampion, për dal kampion. Po duke kriju grupin e mirë, lojtar të mirë, njerëz të mirë, filluam erdhë Besart Ibrahimi, erdhën disa lojtar tjerë dhe jam shumë i lumtur se atje fitova titullin e parë kampion në Vesh ka mu lidh pak që ta që të thonën, që po thu klub familjare, që ta jep mundësine, ko i diçka, ne i kena të marrë ta 3 shampiona, një mas një, 3 pit thuhet. Edhe, a i di pse i kena marrë ato kampiona, jo që kena ushtru shumë ma shumë se lojtarët e tjerë. Fakt që kena ushtru, po me fitu MZT-n është punë e madhe. Me fitu Rabotniqin është punë e madhe. MZT ka fitu Real Madridin, o Allah. Vend që erë hupi qajirit. Pse e kena fitu? Vetë fakti që ne u shoqnojshmi me lojtarët tanë kohën. O Allah, kanë tërë lujshmi. Dilshmi, shkëshmi kohë zoologjik. Do me thonë, pi 24 orëve, ne veç gjumin e bëshmi shpi, edhe tanë ditën ishmi bashkë me lojtarët. Kjo seni me madhë sport. Atmosfera kur është në ekip, që ishtë duhet. E ki fitu kampioni. Unë me tregu drejtë edhe në xhami kur shkojsh me një safe mush me Strugë. Gjithë lojtarët mas tërvite afër 15 në xhami, në kafe, servite, xhami, kafe, servite. Edhe ajo e boni që dolëm kampion ne. Jo që kishmi kvalitet shumë. Po shoqënia. Po djava nuk ka kimia e ekipës. Nuk ja donim njëri tjetrit të keq, ndonim vetë gjithë bomi bashkë dalën kampion, se na ka ardhur rasti. Po. Se leto mu bo me ekipe si Shkëndia, Vardari, Shkupi, është ma leto me dal kampion. Sa me ekipe që janë formuar tash, që kemi kryus me Strugën shumë sukses me na, edhe 2 kampione, edhe kanë lytë barash kualifikim për grupe. Edhe ashtu mund të them, ajo Struga ma dha
kampionin e parë, si në jetën profesioniste futbollist, edhe do të harroj kur. I përshëndes me Strugant, se janë mikpritëse. Shumë mikpritës, sidomos gjithë Strugant, ati që kum kalu. Unë i kum pas do profesor në fakultet, profesor Alimi dhe profesor Kitën, i përshëndes shumë. Dhe me thonë, më kanë ndihmu shumë fakultet. Unë jam kon sportist edhe kom pas shumë angazhime, seriozisht të njëjtën kohë jam kon i angazhuar si e ka dhe porzit me kombëtarën. Edhe na herë u dëshë me mungu fakultet se së një mrisha stërvitit. Plus unë kom studiu në Tetov, nuk kom studiu këtu të Nën Tereza, si ju që keni malet. Në Tetov u dëshë me shku, më thu 40 minuta për të juve të dera ma kam pru fakultetit, a pesë pësoni. Si na të mësoj gjithë, shkojnë që ati. Edhe më kanë ndihmu shumë. Ju thoj që o prof, qështu stërvitje kam me, a ka mundësi sot unë me mungu. O, veç bono lojtarë ti, s'ka lidhe, hiq, qështë ta kisë qeve. Vallaj, më kanë ndihmu shumë, jo di shumë për ne. Shumë i Strugant kanë pritë shumë mirë. Në një falëndrim kryesisë që më kanë lënë pa asgjë që s'më ka mungu. Me të bo oferta, apeta, do nënshkruje për 3 milionin. Me të kallëzit kisha pas dëshirë njerë të kthejem të FC Struga, sa ti hinëm një histori të klubit se kam fituam titullin e parë, po me gjithë dëshirë dhe shkoja sa është klub shumë i mirë dhe tregova dhe njerë familja. A ki pas në ofertë për jashtë vendit që realisht tu ka duk si mundësi e madhe? Po, kum pas disa oferta, ka qenë Dinamo Zagrebi, Austria Vienës, edhe shumë do ekipe tjera. Kur thu Dinamo Zagrebi, Dinamo që e njofim? Po, Zagrebi, kum pas. Një lëndim i vogël u bo sebeb, ose të themi pak edhe dëmshpërblimi i klubi që kërkon të joni, u bo pak sebeb që unë mos të kaloj, po në e marrë me sportivitet, se së ndoshta së gani shkruar pas do të keqës ka hajre, edhe nuk mërzitem. Shpresojmë që të ardhmen ta bësh një transfer të madh, pse jo? Po, inshallah, kam dëshirë. Do të thonë të lojtari mirje. Në fush, kush është lojtari me të cilën ke pas kimi më të fortë? Themi kimi në lojë, do të thonë. Morët edhe fizik në herë. Lojë, se në lojë me thonë drejtën se jam edhe vetë sulmues, e do ta them një sulmues, e njohim gjithë Besart Ibrahimin edhe tjetrin Bunjamin Shabanin, dhe e them si sulmues. Me ato kemi pas kimi shumë të mirë. Të Trimlumi janë ka? Po, të Trimlumi, me Besart Ibrahimin dhe Bunjamin Shabanin. Jemi njohë, alo pa e dhanë pasën e dia ku dhe ma e, pasën unë ku dhe jap ati, dhe jam shumë i lumtur që kom lyt me ato lojtar, sidomos me Besart Ibrahimin që e dim që është golashënuesi më i madh në historitë të Maqedonisë. E qartë. Ne e dim që ki thy do rekorde të FC Shkupi. A mund është njerë fillimisht me na kallëzu çka janë këto rekorde që i ki thy? Çfarë rekorde janë këto? Rekordi do fjallë për 3 rekorde, diçka ka. Po, 3 janë në ekipin e parë, se tek 3 rekorde duke shënuar gola shumë, po tek ekipi i parë, rekordi i parë është që kom shënu golin golashënuesi më i ri në histori të Maqedonisë. I pari rekord. Po, me 16 vjeç. Me 16 vjeç. 16 vjeç, e 8 muaj duke ta 7. Po atë. Të ndalem pak këtu të tregon një histori të shkurtë se si ndodhi kjo. Ishte trener Ardian Nuhiu kur unë lozja me trit dhe mbas deshëm tha Suel do vish me ekipin e parë kundra Pelisterit në Bitoll. Atëherë nuk kish karantinë kështu që shkoj një natë para, shkuam direkt në ndeshje. Edhe me Sedat Berishin atë natë shkruajmë në Snapchat, tash më ka thirr treneri, po zot që do luaj, se më ka marrë vetë sa për me mbush numrin, a din se i ri, se priça kush e pret se do los. Edhe i kom atje, ish minuta 50, 2-0 humri me Pelisterin. 2-1. Po. Nxjerrin zemrin letar shefi, ai thot smuj guni të mëdhim, edhe isha opcioni vetëm tha ik në zemje. Kur unë ka thonë ik në zemje, është për një me, po thash shko. I ka në zemje, minuta 88 duke të cena vish ma boni me dorë. Për të më këshirë e anë, zgjatë thash, o të më thira. A unë dje lyta me trit, me mladinca, me kategoritë e reja. Se tash i pregadisi një javë pare se të lozin, a mu iq, unë e lyta me trit e direkt ndeshje me ekipin e parë. Kur unë ka thirën, mu të rubota, thash, wow, të rasti. Fab dresin të e vesh, vetëm thot, si ta mirë shtopin,
e ki gjujtin e fort, gjujt direkt në gol. Sa bëhet ndrimi, unë tu fut në loj, prekja e parë me topin, bëj Eurogol. Edhe unë e din se festoj golin. Duke qa edhe duke marrë durt në kokë. Çka Jo, bën? me andëra, unë e andëra. Tham, aj, andëra, valla andëra. Vën se dati, zuka, aj, jam në andëra, ato bam shpull mu. Quve se për një mea, edhe unë të menu se në andër, se ishtë diçka e madhe. Të menu se në andër, më shrok, më shove se për një mea, e ki dhon golin, këtë që ditën, hinan gjithë me festu. Ma e keq qasën e fillon loja prap, minuta në 10. Unë 2 minuta luj me durt në kokë. Çka ku bën? Alon vet, që di, veç ka ndër gjesatin, lujës edhe një kime dhanë, edi. Të mbështet, edhe ati, u kry loja, këtë gëzushëm, atër, s'kishme në telefonat sënë, e marrë telefonin, e thiri babën, pëse babë, nuk ka shumë ka sporti, thash, më ka marrë loj, po edhe së më futi sot, e gënje, a e tha, hajri inshallah çka është, se babën e kam fetash, hajri inshallah çka ndodh, herën tjetër inshallah, ja be thash baba, kom dhon gol, si me gol ki dhon, filloj çaj pin telefon ashtu, kur futan Facebook, Të vloj internet. rekord, tifos, shkruj, rekord, edhe pa prit ma se dite kur e pash rekordin, si... Ti as se ki ditë realisht që të bo rekord, a? Jo, unë jam fut veç minimu me dhon gol, me luj që ti me dhon gol, si janë kam planifiku me rekordat, që kjo është interesant se pa prit mas. E dyta është kundra Rangers, si letari më i ri që kom debutu në Evropë, edhe Me sa vjet? me 17 vjet. Kundra Rangers, kur debutova. Edhe kur sa raj si sot u qujo gjithë. Mos më thuaj që i dhove gol edhe atë. Ja, për pak është edhe një edhe u gjutë gjithë ekipi, gjithë tifozët u qunë kam suel, edhe u futan loj ma të motivin ma të madhë, s'kish dëshirë ma të madhe. Kur ati e njëtë, kur dula filloj e prapë e kuptova se ku më bo rekord. Ati pa dini. Edhe ati frendoj trenerin Zekri Ramadani që më dha rastin si fëmijë t'i prek lojrat evropiane dhe t'i jem shumë i lumtur. Fanej shumë dhe njerë treneri Zekri Ramadan. E i treti? I treti o tash, kur u rikthejo. Çka bën? Të shkupi. Kundra ative Çi kushive agje, hienave, si thot, Vardarit, kundra armikëve pak. Letëm shkupi Vardar, ishmi donum qajrë, nacion strumit, sekunda 7, sa fillon topi gjatë, unë i kaloj shënoj gol. 7 sekund. 7 sekund. Hajde. Edhe ati e theja një rekord me kapiten. Mbas deshës dalës di gja prap një itë, valla. Kur e shumë edhi, ndoshta është edhe goli ma i shpejt. Në histori futbollit së në thejme, edhe një për golave... A bon veç ta shohën. Sërë Çka me bo, sa është historia, me thonë, goli ma i shpejt në botë. Që më njerës. Sa kanë? Goli më i shpejt në botë është 2.5 sekonda. Po, aja kanë... Dhe me thonë, veç sa u ka lyt topi pin mes, tak, edhe direkt në gol. Aja kanë... Të në veç u këthi, tu mëri të goli, se një pak si ran topi në gol u bë 7. Edhe ati... Interesant, të lumt. Kanë... 3 rekorde, më ka Edhe shka me mira se me klubin e zemrës. Se Po, ti po, mush po. me thin tjera klube, po so interesant. Këtu do me jetë gjithmonë në historitë klubit Histori se... klubit, po. Suel, me sa e di unë një legend i futbollit anglis ka fol diçka për ty, do me thonë bëhet fjallë për Steven Gerrardin. Çka realisht kjo puna? Pse me fol për ty? Valla, edhe këtu e kam këtë një historia, subhanallah interesant. Dullëm kualifikum në Evropë, edhe në short në ra Rangers. Dim Rangers jo klubi madh, dhe për ty të Rangers, u deshe viza. Edhe unë atë loje, treneri më tha se do të fus një 20 minuta, ta shiosh që do me thonë të lushjash mes 50.000 tifozve, edhe unë shkoj me kryesin e klubit me sekretart, shkoj gjysore se mu hap nant, ajo viza më në 8 e gjys, për me konkurru. Konkurroj për viza une, pse jam maloletnik si thot, nër 18 vjet, u dhe shke mami, babi, ato erdhen në shkujtën, a di shka me keqa.
Se dy lojë lushin, një jashtë një mrena. Mhm. Ekipi shkon, mu nesër me vizë. Oh, Shok për mua. edhe? Shok. Unë do shku ma herët me qëllim që më dhon vizën edhe s'na dhan vizën ma van. Unë ekipu deshke me shkun. Unë e shok shpi, i mërzit që s'tisha kur s'jam dhe ma keq. Edhe ku shka me bo, shkove e këshira me shperserat u mledhen me një kafiqat e pa me lojen. Edhe ta shkëthysja. Në shkup. Edhe një ditë para lojës, Gjerardi pres konferencë edhe parandeshës, telefon thot kumpa një letar komunalizu se është një letar i ri, Sven Marimi, shumë i rrezikshëm, 16 vjeçar, besoj se sot do jepit raste e ta shohim për afër. Ojde. Unë jam në hotel në karantinë me ekipin, vin takat për zuhu, e shoh. Shka të bo, tash pikam një ki mua, pika, ku mundet, s'ka mundet. Shok, këtë ekipa. Do thëshin do që bëshin a i gare, mos e ki që u babën tënë, mi thonë. Legendët që në gjëra. Atë natis fatakli. Që disa. Këtë që, po dridhë, që si mundet me folej për mua, dhe pika. Po si thënë mas do të keqë, ka Një të mirë. para zonë. Tani çka bu? Edhe me nëzë prit që mu fut loj, u futa në loj, tifos të ketë, hajde, sua e sëllë, su bëhe madhe, hinja. Luta shumë fort, edhe mas ndejqës prap fol për mu, thot, e pa me live super letar, ajo, kjo po duhet edhe pak të lutë shkupi edhe se një gazetar e pit, që se mini marrimin me vete, thot, është i ri të bëj ndeshje, ndesi ditë futbollit e marrim, edhe ka që ishte ajo historia dhe rekordi i kësaj, edhe jam shumë i lumtur që prap njët me FC Shkupin ka ndodhë kjo historie Gjerardit. Këtë gjonat ka ndodhe me Shkupin. Shumë Edhe interesant. këtë paprit Ama ke shumë se një madhe, kemë të përmen një legjend. Një legjend. Edhe plus para mëna, e përderi sa ka dollë pres konferencë me fulla e ta ka analizu edhe loje. Po dhe që mos e gazetarët, Mustafa Ademi, këto e kanë pit gazetarët e Rangers, e kanë pit për mua, ku shoki djallë, kemi interes, ta shohim sot, edhe mas deshës njëjtë sot marrimi, super letar, inshallah jepit minutajat, ta tregoj veten ma shumë. Por diçka që me pare këtë s'mund me blej, s'mund me shtime e thonë, është diçka që njerë 100 vjetë ndohë. E vërtet. Sidomos kampionatin tonë Maqedonisë që se shikojnë shumë njerëz. Me që e thove që se shikojnë shumë njerëz kampionatin tonë. Maqedoninë e Veriut. Çka të shqetëson më shumë në futbollin tonë vendor? Diçka që sipas te duhet mu rregullu urgjent. Fushat, kampet, mundësia të rive me bo stërvitën, fushat më dhoja. Sidomos fushat Super League duhet rregullohen me njëra, se ajo e be bukurinë e kampionatit. Pa tjetër duhet Shumë interesant përgjigje kjo dhon. Po. Si zakonisht për shembull prita të thush duhet me investu më shumë futboll, kujdi, institutet, ama Fushat. se kisha menu në erë që këtë punën e fushave. Për shembull, të janë fushat gjitha si tem një ekip, si ekipat mëdhaja që i kanë ashtu, të janë gjitha fushat Maqedoni, besoj se shumë do bukur dhe rregullohet dhe do kenë dëshirë gjithë të vinë, se ka shumë lojtar kvalitet, shumë lojtar të mirë, por kjo është fusha që s'del incizimi i bukur, s'del zalin lojtar të bukur, këtë kjo është fusha, që për shembull mos sheqoma gat dilin në Shqipëri, shife si është. Pa fushat bukura, reflektorat mbrëmje, pa do të hymë në çajir, me Vardarin 8 në akşam. Me reflektora. Shka bo dhe ti? Sa njerëz i mund vinë? Shumë fort. E që kjo duhet mundësohet sa ma shpejt, se nuk ka diçka e madhe, i të shala edhe kryet. Shumë e fort. Shumë. Kajtë e folvesh ma i përka një ndjenjë të mirë. Natën me lujte. Si futbolist të ri nga Shkupja, ke ndjenjë ndë njerë presionin e lagjeve dhe pritit e njerëzve, për shembull kur ka derbi me të Osuel, hajde Osuel, hajde. Varpitje, në bëllë të fort. Mas pari për një shpi. Po, për shpi nisa, ja. Si dhe mos me Vardarin ko lujnë, ose derbi me Shkëndijit për nesër. Aje prega dita ki pushu nesër, dhije që ka ndodhë. Me të kaluzet, kur ka derbi sidomos, një 3 ditë e fundit zdalë. Po. Zdalë se koncentrona shumë, se o derbi dijet e shofin gjithë edhe sidomos tash që është momenti që e kemi ekipën pak më
Vjen keq që e tha ma di ma dobët, ti duhet ma shumë me bo, ma shumë me dhon, ama presioni madh. Allah e gop, pse se dhaj. Bravo, shok, t'laçës si thoti, familja, ka del në për Shkupin e Vërçërshi, bravo, shumë mirë ki lujt, kini fitu, hajde inshallah e fitoni. Dihet se Shkupi o klubi i madh e ka shumë tifos. Edhe çdo lojë të Shkupi është presioni për të fitu. Ata s'janë mësu me humb. Edhe për atë. Me që është fjalla tash të derbit që e përmene Vardarin. Javën që vje, e presmi në qajrë. Vardarin, apo? Jo. Apo atje shkojmë? Javën tjetër shkojnë javën tjetër e kina nejnë Në stadionin e misafir. qytetit. Nejnë misafir, stadionin e qytetit në Vardar. Okej. Dhe me thonë, misafir. Po. është një derbi i rëndë. Kur sakt luhet loja? Ke informata apo alos nuk e kanë shfaqur? Javën tjetër luajm, këtë javë luajm Pelestrin, javën tjetër me Vardarin ose çtun ose Dillën, se varet prej televizioneve që do të saktojnë datën e do jetë derbi. Çka janë pritshmëritë? Unë mendoj se pritshmëritë janë vetëm mos të humbim. Edhe dalna me rezultat pozitiv edhe pse jo me fitu, se dim tash për momentin jemi edhe në krizë Qëra, ekipit. këtë në rregull është kjo punë. Do me thonë krize ekipit, e sene, krejt. Veç kuro punat e Vardarit ndryshon situata. Valla kuro punat e Vardarit. A ti i haron komplet problemet, e haron komplet sezonën, i haron komplet a ki mor rrogë, a s'ki mor rrogë. Do me thonë, me Vardarin sa herë është ndeshja e parë e sezonës. Me Vardarin e di si me pas as pare se nuk t'i vajnë atë lojë. S'ka shans. Atë lojë as pare të skorgjoh, vetë e pa jo dëshira e madhe kundra rivalit më të madh në histori që e ka fëtë Shkupi kundra atyre. S'ka, atë ditë s'ka, jo pare, s'kene, jo s'ka, ashtu jo, s'ka, ketë haron edhe një thamë si kapiten, si t'hup në barem si burat. A kupton, që të t'janë aplaus të gjithë, Allah Dikov, kini lujt, e dim se i kini gjendje një, se Vardari shkon për kampion, nejna ka funi tabelës, dim sa kvaliteti atyre, po në isha thonë shokëve të ekipit prej sot dhe të mendojnë mas djave për me Vardarin, e talian zemrën fush. Se barem t'i gëzojmë tifos dikon. E qartë, shpresoj që të kena rezultat pozitiv edhe Inshallah kena rezultat pozitiv. të gëzomi Amin, inshallah. krejt bashk. Inshallah. Po. Cila është objektivi yt personal për 3 vite të ardhshme në futboll sot? A ke bona i plan ose a ke ndonjë ofertë që mundesh më u përgjigj sezonën tjetër? Objektivi im është si normal, si çdo i ri që fillon me sport, të kap një klub në Evropë, një klub evropian. Për shembull, jashtë vendit ton, du ta provoj atë aventurën se si është dhe një kampionat më të fortë, dhe një kampionat më të mirë, themi në Kroaci, në Spanjë, ku tjetë në Itali. Dhe ka është dëshira për me lytë çdo ndër një futbollistit, po inshallah Zoti më mundson me i kap majët e futbollit. Në qartë. Solun, falenderoj shumë që keve pjesë e podcastit Lomba Leudinit. Seriozisht më mirë që i ndave disa histori tuja personale me mu, edhe me shikust e televizionit Alsat. Ne derën hap të kena për çfarë do suksesit tanë që bën ti. Adresën dihet ku e ki. E falenderit që gjete kohë. Pa ne shumë edhe që mirë pritët. Këto historia ti kom tregu s'pari herë këtu. Dhe jo diçka ti tregon si kom tregu, është e para herë që i tregoj këtu. Dhe fanej shumë që i motivon talentat e të rit me dhënë rastin mi tregu njerëzës se kush jemi. S'ka problem, gjithmonë dera qelë për ato që japin mundin. Fanej shumë. Kurse ju e shikues të nderuar, neve s'na met sen tjetër, me thonë për posë të shihemi javën e radhës me misafir tjetër, me misafir special, sore që shtu i kam qef mi u thonë misafir, i ndjej sikur krejtja special mënyrën e vetë që punojnë, veprojnë edhe bëjnë diçka në karrierën e vetë. Shihemi në episodin e radhës, deri atëherë, mirë mbetshi e kalofshi sa më mirë. Bye bye.